Albinian, si ke parë të gjithë banorët, situatat që janë krijuar, daljet e fundit, siç ishte ajo e Lore? Faktikisht Lore ishte një vajzë për të qëndruar, këtë e kam parë si një format më të qetë, me një shumica banorëve, me një moral të përmbajtshëm që më pëlqen, dhe me një dinamik lojëras të lodhura, por jo të tepruara, deri me tani, se si do të vazhdojë më vonë do shikojmë, do presim, dhe duke bërë krahasimin e të dy Big Brother, unë them se është më e pastër, është Big Brother i Shqipërisë, sepse ose është vetë produksioni që ndoshta ndonjëherë edhe ju flet mbrapa atyre kamerave se si duhet dhe deri ku ju cakton një farcaqe të cilët nuk duhet i kalojnë këtë lloj limite njerëzore, dhe deri më tani nuk është se kam shikuar ndonjë shumë negativitet tek këto banorë që kanë marrë pjesë, por është midis, edhe kjo është midis të mirës dhe të keqes, sepse miri, për shembull, miri që po bën atë lloj veprimi, nuk më ka pëlqyer fare, duke qenë se është edhe një burr i martuar, duke qenë se ka edhe një fëmijë jashtë, ka një grua jashtë, dhe ai duket se është një djalë Don Juan. Për thënë të drejtën, atë nuk e ndoj në diskutim se ai edhe jashtë, edhe prapa atyre muarve i atill mund të jetë si njeri, sepse nuk i ka lezet, çdo herë thojnë nuk duhet të përmenim moshën në asnjë lloj aspekti, po mos ti ishte mosha do të ngelshim gjithmonë fëmijë, ose do të ngelshim foshnjë, që i bie të mos rritemi kurrë, mos të rritemi edhe nga ana mendore, edhe nga ana veprimeve, të mos vetë frenohemi. Ashtu edhe epshin tonë duhet njeriu vetë duhet ta vetë frenoje, po nuk e vetë frenoj vetë vetën, atëherë ku do të kaloje? Do të kaloje që ti kaloje limitet të cilet njeriu ja ka vendosur vetes. Dhe këto gjëra nuk më kanë pëlqyer vetëm tek ai person. Ndërsa tek këto të tjera sigurisht është një lezetshmëri e krijuar. Selinën në këtë situatë Manjola si është? Selina është re, por e vogël nuk është. Këtë mund ta them unë. Një vajzë e cila ka një logjik shumë të pastër dhe ka një kuptim shmëri që i kupton gjërat për moshën që e ka të madhe. Ajo është 23 vjeçë, po kuptim shmëria asaj pothuajse arrin në 30, dhe është një vajzë e cila arrin t'i analizojë dhe ta kuptojë edhe veprimin e tjerë të rit ose pse ju afrua miri. Sepse mirja më shumë e duket sikur i ka krijuar një farë lloj ndjenje për të. Dhe nuk më pëlqen as sjellja e Selinit, të them të drejtën fare, por unë e vë në dyshim se Selin po e përdor mirin më shumë se sa miri Selinin, e kundërta, sepse Selin nuk mendoj se kur të dalin nga aty mund të ketë diçka me mirin. Madje unë mund të them se nuk mund të ketë asnjë gjë. Thjesht po e luan këtë loje vetëm që të qëndroje më shumë. Ndërsa tek miri dyshoj se ai ka krijuar ndjenja, e kundërta. E qartë. Manjola, ndërkaq brenda se shtëpie kemi edhe një trekëndër, siç është Stelina, Ina edhe Casey. Si e sheh të gjithë marrëdhënien e tyre? Thjesht është krijuar një trekansh pa qenë nevoja fare t'i themi trekansh. Ina është një vajzë më e fortë në karakter dhe më e ftoftë në ndjenja si njeri. Ina është një njeri të cilët është me atë fjalën që unë e shikoj sikur thot mua nuk më intereson asnjë, por thjesht është futur në lojë që të qëndroje pak. Ndërsa Stelin mund ta them me plot gojën se ajo ka ndjenja për atë djalë. Ajo duke qenë se ka ndjenja, ajo ndonjëherë edhe kalon edhe në agresivitet, ndonjëherë kalon edhe nuk e kontrollon vetveten, ndonjëherë edhe kalon e bën dhe veprime të pahishme, qoftë në të folur edhe në të vepruar, ndërsa Ina ashtu ishte e krijuar, ai trekansh ishte i krijuar dhe më jashtë. Dhe prandaj dhe i futi dhe vetë produksioni i futi që të zgjaste sa më shumë pak shikueshmërinë, sepse dinamikat e lojës në këtë lloj programi nuk është se janë të wow, themi diçka. Thjesht nuk po na japin asnjë gjë dhe prandaj edhe vetë produksioni kur e shikojnë se nuk kanë banore çfarë të japin, arriten edhe i futën edhe këtë lloj trekanshi tjetër. Që ndërsa djali i cili luan me të dy vajzat, ai nuk ka ndjenja i herë për asnjërin fare, madje mund të them se nuk ka as pëlqim jo, ai thjesht po arktohet, po tregon kujdes për të dy vajzat dhe njësoj, pothuajse nuk arrin ta ndajë kujdesin ku më shumë dhe ku më pak, e ka bërë një trashmëri, një trashme të cilet nuk lëviz as më poshtë as më lart fare,
dhe vetëm që të ketë prapë edhe ai që të marrë ca klikime më jashtë dhe që të ketë ditë qëndrimi pak më shumë në format. E qartë. Ndërkaq, Manjola, publiku mendon ndonjëherë se vendos gjithçka përmes votës. A ka raste edhe kur zgjedhja e publikut kanalizohet brenda këtyre formateve? Është vërtet. Jo gjithmonë publiku vendos votat, ne sa kemi shikuar dhe kemi lexuar mesazhet dhe kemi parë dhe klikimet se për kë flitet më shumë dhe kush del. Dhe kush del. Ndonjëherë publiku e do një personazh tjetër, ndërsa vetë produksioni po atë personazh e nxjerr vet. Unë asnjëherë nuk kam thënë se është publiku ai që e vendos gjithmonë për hyrjen po, ndërsa për daljen e tyre unë mendoj se është një dyzim që edhe është një dyzim me vetë në të kuptuarën se ndonjëherë ose më shumë rasten e nxjerr vetë produksioni, sepse kur e shikon produksioni se diçka ose po pëlqejet më shumë dhe ndoshta produksioni nuk e ka përfillur atë lloj personi që ai mund ta arrijë deri në atë pikë, ai mund ta nxjerrë atë person. Ose nuk po pëlqejet fare dhe prandaj e nxjerr se thotë ky nuk ka se çfarë të japje. Edhe vetë produksioni po bën një kontradikt mes vetës se ndonjëherë mendon se e nxori personin e duhur, por edhe aty gabon. Po përsëri ka persona të tjerë që mund t'i fusë dhe i zëvendëson ato që i nxori. Nuk bazohem te publiku asnjëherë. Mendon, Manjola, se shumë histori ashtu si ndodhin brenda shtëpisë, por edhe historitë të cilat janë krijuar jashtë shtëpisë dhe banorët janë pjesë e këtij formati, mendon se ndonjëherë përdoren nga vetë produksioni për të ndryshuar ndoshta edhe balancat brenda këtyre formateve? Po, mendoj. Me të vërtet vetë produksioni mund të, duke qenë se firmoset një kontratë, thash dhe më parë, kur bëhet ajo firmë, ku të hedhet ajo firmë, atëherë njeriu ka një përgjegjësi për atë firmë dhe kjo do të thotë se nuk është se është hedh ajo firmë vetëm se të hyjnë brenda aty. Ajo firmë në kontratë mund të lexohet se çfarë mund të bëjnë edhe gjatë vazhdimit që është formati, ato kanë lidhje përsëri me lidhjen me firmën që kanë hedhur në kontratë. Dhe me të vërtet atëherë produksioni, edhe pse dalin ato i kanë akoma në kontroll për të vazhduar ca lëvizje, për të vazhduar ca lojra dhe jashtë programit, për të rikthyer, për të larguar, sepse produksioni nuk është se të marrësh pjesë me një format kaq të madh edhe të hedhësh një firmë që të mos kontrollohesh nga ajo firmë që ti ke hedhur, nga ai vetë ai produksion. Dhe këtu them me të drejtë, ka të drejtë produksioni, sepse është një marrje pjese që ty mund të japje një diçka më të madhe, kur të dalësh jashtë, mund të ketë një fitim për ty, për dikën edhe ka pasur shumë fitime, për fitime, ndërsa për dikën tjetër ndoshta aq ka marrë pjesë dhe aty është shu, sepse edhe vetë njeriu duhet dije se si ta përdorje për fitimin që i vjen ndonjëherë, nëse nuk di, atëherë është faji tyre, jo se është gjithmonë faji produksionit. Daljen e shtëpisë nga Ilir Vernozi, si e ke parë, Manjola? Më thënë të drejtin ishte një njeri që kisha simpati për të, gjatë qëndrimit aty brenda, dhe ishte një njeri që u mundua në fillim të jepte diçka, dhe unë mendojsha se ai do t'ishte në gjuhën popullore, do të ketë një fjalor të përdorur popullor, po do të ketë atë fjalor që jo se do ta ketë të papastër, dhe kam pas menduar për të se do të sillte diçka të këndshme, të lezetshme, edhe do të cilte ca dinamika, por sikur këta 2 javë vetëm javën e parë ai avancoi diçka, pastaj erdhi sikur ra fjeti aty me lojën e tij, me edhe sikur u ndjer rahat aty me shtëpinë, edhe unë e them ndonjëherë se ai harroi se është në një format dhe mendoj sikur është në shtëpi, është rahat, edhe pse ishte një njeri pozitiv. Ndonjëherë ka njeriu, se njeriu ndonjëherë ka përplasje dhe me vetveten e vet nuk bie dakord dhe ka kontradikta njeriu. Por në përgjithësi ishte njeri pozitiv dhe ai e tha, e deklaroi, unë po dalta për arsye shëndetësore. Dhe kur njeriu ka arsye shëndetësore, atëherë ne kemi të gjithë një plus për të. Dhe një miratim që ai të vazhdojë aty. Mirë, Manjola, për të mbyllur, kë sheh banorin më të fortë deri më tani, sepse nuk mund të flasim për fitues sepse ende është herët, por banorin më të fortë brenda asaj shtëpie? Jam mes 2 personave, Mirit edhe Brikenës. Ndërsa Selin do të shtyhet sa të shtyhet edhe do dalje. E qartë. Nuk mendoj. Po. Mirë, Manjola, po e mbyllim këtu për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish të herë të tjera. Faleminderit shumë për informacionet. Faleminderit dhe juve. Faleminderit. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të këtij emisioni, do ta mbyllim këtu për ditën e sotme, më pas do të shihemi sërish nesër.